Po shkeljet më të vëdha ku ndodhin? Mendoj që ndodhin në burgim. Në burgim. Paraburgimi është se paraburgimi ke disa kufizime që ka kushtet që ka burgu. Do marrësh leje nga prokurori. Në burg ata kanë orarin e ajrosjes, kanë të drejtën për televizion, për libra, biblioteke me radhë. Paraburgimi është pak më izoluar në paraburgim, sepse ti do marrësh leje në paraburgim tek prokurori që duhet kemi parasysh një diçka, sido që të jetë, domethënë dhe shërbimet që mund ose ka hyrë kush ka hyrë në burg, burgu është burg. Sido që të jetë, ai është brenda vendit. Brenda atë vendi ku është, sa do i lumtur të jetë, prap shkosh trish atje më shumë se 2 orë, se ne që shkojmë në burg e dim. Sa do i lumtur të jesh, në burg je, aty që do rrotullohesh. Dhe ne dim që jemi të lirë dhe du dalim, imagjinoj që... Du dalim sa më shpejt me vrap. Për mu shqetësuese, është rasti në fjalë që personi është larguar dhe rasti i Peqinit që ndodhi vrasja në burg. Pra këto janë raste realisht të rënda. Po të shikojmë arratisjet, po të shofim pasojat në jetën dhe shëndetin e personëve në raport me vendet evropiane dhe me Greqinë, po të kemi parasysh, ne jemi shumë mirë, në kuptimin, jo se po e themi për statistika. Mund të ketë nevoj për rregullim, ndoshta për sendet e palishme, por i burgosi këtë punë ka. Ai është aty, vret mendjen gjithë ditën, s'ka çfarë bësh, si me qenë brenda, dhe ne jemi në studio këtu, vjen momenti shohim orën, mbaroj ora, do ikim, ajo thotë dje këtu. Je 24 orë në 24 dhe truri punon më shumë aty. Po më shpjegoj një gjë ti këtu, pse me ty e kam. Si shpjegohet që kryeministri Rama pa prit mas vuri re që në burgje ka shumë njerëz? Do me tonë, e vuri reta, ure që janë ta njerëz në burgje sa ai? Plasëm ne, kostot e të burgosur. Bëjnë, Për një sekundë se më kujtohet një... Po na ka dëgjuar Rama ne, apo e kuptojnë? A nuk na ka dëgjuar ne? Po fare, mos o të rritë, ashtë më kujtohet që kryeministri në 2014 merrte në telefon gjyqtarët dhe i kërcënonte se nxirrnin qytetarët që akuzoheshin për vjedhje të energjisë elektrike, i nxirrnin, nuk i linin në burg, po i linin të lirë. Ai që kishte lidh energjin dhe kryeministri e merrte në telefon dhe i përtiste gjyqtarët që pse e lete të lirë sa i do të rrinë në burg. Ky është kryeministri. Po mirë, po një kryeministër që ndërgjegjësohet për mua është një arritje e pa imagjinuar. Duhet të fillosh ke shkaku i ndërgjegjësimit. Se u ndërgjegjësua. Po se po i shtohen, po i paksohet qeveria dhe po i shtohet popullata burgjeve. Ai ka ngel pa administrat, do thuhet. Aty e ka problemin, dhe s'ka ku të gjej tjerë. Kushta, ka plot njerëz. E dini cili është mentaliteti më i ndyrë sot në Shqipëri përveç vjedhjes? Mentaliteti më i ndyrë në Shqipëri është sot. Të fitoj unë 3-4 milion euro, pa i bënja 3-4 vjetë burg. Është bërë legjendë kjo, nuk është realisht tamam. Ka individ që e kanë këtë mentalitetin. E thonë, me gojmë plot. A mund të thuar sa i bukur është burgu se... Po qa thua ti, po kede njerëz që s'kanë bërë burg fare duke bërë vjedhje. Kanë bërë një arrati këshu, flasin nga arratia njerëm ca herë këshu. Ke sa të duash edhe të tillë. Na i telenovele vockën me seri. Ke fenomene shqiptare. Jo më tani është bërë edhe kështu. Burgimin arratie, kupton? Është bërë edhe shaka. Ndonjëherë po flas për shakat që bëjnë avokatët. Dalim nga seancat gjyqësore, po flas për gjyqet që bëhen në GKK. Dhe i themi njëri tjetrit, sa u dënua joti? U dënua 4 vjet. Po sa mendohej ose sa vodhi ai, vodhi 10 milion. Atëherë e pjesojmë 10 milion shi me 3, me 5 sa i bie dhe llogarisim se sa milioni bie për një vit burg. Thot dhe avokati tjetër, thot, po, unë kam dali fituar vlla, sa ai një vit burg e ka 5 milion euro. Ti një vit burg e ke 1 milion euro, s'ke fituar gjyqet. Ka dhe shakara t'ilë, sepse jemi bërë një vënd i shakara të baja. Kjo është reale shaka që bëjnë avokatët me njëri tjetër. Po bëjmë avokatët me njëri tjetër. Jo, po si një katandisur e avokatët, do t'la. Klientët ka katandisur e qëfaj kemi ne. Ne, ata e Po ju avokatët, doni që të shkoj në burg ai të merrni më shumë lek, apo si e keni ju? Ata s'do që të në burg fare? Jo, ne kemi këshu, këta vjedhin, vinte neve. Kështu e kemi në motra. Ata vjedhin, vinte neve, shkojnë gjykat atje, shkojnë para prokurorit, vinë edhe të avokati që t'i mbroj. Sa më shumë po vjedhin këta, më shumë pun kam në avokatët. Po çështja, se ti edhe e dënojnë, apo se dënojnë, e dënojnë pak, apo e dënojnë shumë, avokatët këta i sa një gjyqet.